Përshëndetje të dashur teleshikues kudo ku jeni dhe mirë se vini në edicionin e radhës të Origina Show, këtu nga Gjermania, Stuttgarti. Sjellim një personazh tjetër nga skena muzikore. Në fakt ne takojmë pas 16 viteve me Floriana Imerin, një artiste e cila ishte një talent e spektakleve tona, por kishte një zot mrekullueshëm. Ajo sonte është një artiste spikantur e diasporës. Mirë se erdhe. Faleminderit pasherifat, mirë se ju gjitha. Si po ndjeni në Origina Show? Shumë mirë, pak emocionuese sa kohës jemi takuar dhe më vjen shumë mirë që tash të takova dhe s'pas ka ndryshuar fare. Faleminderit shumë. Po gjithsesi unë do kam ndjekur në distancë arritjet tuaja, më bët shumë qefi për gjithë ato arritjet që ke bërë, natyrisht me përplot talent dhe përplot guxim do thoja, se fusha e muzikës nuk është e shtruar me lule. Duhet mjaft përkushtime, investime për të arritur në fazën ku je aktualisht. Më ka bërë shumë qefi faktikisht që nuk je ndalur nga spektakli talenteve, por ke vazhduar në mënyrë individuale, pastaj more pjesë edhe tek një spektakël tjetër gjerman. Por do të ndalojmë tek spektakli Pasioni im, ku faktikisht i përket një brezi, më them, pikantësh të talenteve nga diaspora. Në mesin e tyre ka qenë edhe Dafina Rexhepi, Ardian Bujupi e shumë të tjerë. Çfarë mban mend të thoja ato emocionet e para të daljes e kështu me radhë, do na i kujtosh pak? Po. Apo ti kujtojmë bashkarisht? Po i kujtoj me shumë nostalgji. Pasioni im, më të thonë të vërtetën, ka qenë një rrugtim shumë i mirë për mu, sidomos për të vazhduar me muzikën. Emocionuese, gjithashtu shumë mësime nga ky spektakl nga shumë talentet e ndryshme që si theti Ardian Bujupi, Dafina Rexhepi, mbaj mend një si thu pasion i madh që nuk harrohet lehtë. Ka qenë një atmosferë e jashtëzakonshme sepse ka qenë një sipërmarrje e parë televizive profesionale, ku ka qenë, do thoja, një strukturë artistësh, qoftë në juri, qoftë prapa skene, për t'i përgatitur pak a shumë talentet, edhe për t'i mbështetur ato, deri tek ekipjet e xhirimeve dhe të transmetimeve, apo jo? Po mos ta harrob, na kam qenë 15 apo 16 vjeçare atëherë dhe fillimisht jo edhe shumë prevojnë në këtë rrugtim muzikor. Ka ndihmuar shumë edhe deshta më të falenderoj edhe ty për këtë kohë edhe sot, që nuk më ke harruar si. Absolutisht jo, është kënaqësi kur ne shohim që talentet si ti kanë vazhduar dhe shkëlqejnë në skenën muzikore. U shkrihet si kur qiri, për fëmijë kush është më i mirë se prindi, jo nuk ka. Nane pa kur kush të bahet, por gjithë prindit s'mund t'i lahet, shumë ata kanë ba. Me t'mira me jau kthy, asnjëherë mos me i zhgënjy, me mendu çka kanë ba për ty. Atëherë po ta motivim më shumë dhe energji më shumë për të vazhduar, edhe kam po vetën, që më thonë se muj me te i kalu edhe shumë sfida. Atër 2014 po ka qenë që mora pjesë në spektaklin The Voice of Germany. Për mu ka qenë një eksperiencë jashtëzakonshme. Ke shkëlqyer edhe aty? Faleminderit edhe aty. Humanitën edhe juria gjermane? Një ndjenjë jashtëzakonshme shumë e mirë, që ka pas talentet ndryshme botërore, domethënë plus janë konë këto që morën pjesë Zamo Hapur me shumë këngëtar të ndryshme botërore që janë. Ai ka qenë tani trenerim, dhe kam shku dhe... Si ka qenë përvoja me të? Si ishte ajo raporti në cilësinë e një muj me thonë se mësuesi, në thojza? Po,
neve të gjitha aty talentet na ka dukë se njihemi që shumë se ajo atmosferë. Po shumë atmosferë mirë, nuk e kena pas atë farë lloj stresi, ai vetë ka dashur që ne më shkëlqy në këtë moment se aty është diçka e madhe kur aja kun spari herë që ka marrë pjesë dikun që është një publik jashtëzakonshëm. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Put my glasses at the door, I am gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm taking pedicure and our toes, trying on our clothes. Boys putting up a phone's phone. Drop tap and play our favorite CD. Pull up to the party, try to get a little bit tipsy, yeah. Komm, die anderen zwei gehen auch noch. Yes. Now the party don't stop till I walk in. Don't stop, make it push. You pull my speakers up tonight. Love a fight till we see the sunlight. Tick tock, undercut, but the party don't stop and now. Yes. Shumë bukur dhe pastaj nuk u ndale aty, vazhdove më tutje duke sjellur këngë, videoklipe, duke qenë prezente në aktivitetet e Morgatës, por edhe në gëzimet familjare në Kosovë, apo jo? Po, fillimisht që këndova vetëm anglisht. Atëherë më thonë se edhe familja ime më kanë shtyr pak edhe të këndoj shqip, po kam pas gjithmonë në zemër vetë shqipen se na jemi rritë në Kosovë, jemi lindë atje, dhe pse këtu jam rritur në diaspor, po gjithmonë e kam pas zemër në Kosovë, edhe vazhdova me muzikën shqipe. Edhe tek pasioni im, por pastaj duke parë faktikisht performancën tënde në këtë The Voice në Gjermania, pash edhe komentet shumë gjermanëve të cilët do më thëmë të komplementonin për akcentin e bukur në gjuhën angleze, do më thëmë që ngjason të tamam tipike angleze, do më thëmë në interpretimin e këngëve. Por në të njëjtën kohë do më thëmë që i këndon bukur edhe këngët shqipe. Atëherë fillova të marrë pjesë në për diaspor që organizuar në për shoqatet ndryshme artistike, kulturore, si këto ditën e flamurit, apo shumë... Sa kishte jehon kjo pjesëmarrja në The Voice, sa gjetën mbështetjet e bashkëdhetarët në Gjermani, sa krenoshin me Florianën? Muj me thonë se shumë. Muj me thonë se shumë se nuk është edhe bashkë letë, se kur t'jeni artiste, munduash që të shkelqen gjithmonë, po nga një herë dhe ke emocione, apo... Po, natyrisht. Po, muj me thonë se si në shoqëri, si në familje, jam shumë mirënjohës dhe falenderuese. Mbaj mend në ato kohra, do më thënë që prindërit i ke patur vazhdimisht në çdo edicion të spektaklit. Po, ashtu është. Të kanë mbështetur shumë. Jashtë zakonisht shumë më kanë mbështetur, sidomos babi im, të edhin vetë. Po, natyrisht, po. Se gjithmonë ka qenë kraj djathtë që thojmë na për çdo sen, si do qoftë në muzikë, në çdo aspekt, dhe jam shumë mirënjohës dhe falenderuese. Po, Floriana faktikisht është e para në familjen e saj, si që prezenton muzikën, që merret me muzikë, apo ndoshta edhe prindërit, babai apo nana kanë patur këto elemente
të artistëve, por nuk kanë patur mundësi t'i shfaqe. Po nga ana e mamit, thuj që janë mirë pak me muzikë, po nga ana e babit fare, heq nuk janë mire. Atëherë ne mora guximin që... Ti përfaqësosh denjësisht. Po. Në ndërkohë më trego emocionet e para faktikisht pasi e kthyer në shtëpi nga spektakli Pasioni im dhe pastaj edhe nga spektakli The Voice. Po, ka patur fest në familje, do na i kujtosh ato momente, çfarë urimesh, çfarë dhuratat kanë blej prindrit që ua ke zbar fytyrën, që ke marrë duar dorkitje. Po, nga familja shumë, se ata atëherë vazhdimisht më kanë shtyrë, më thonë, hej, ti ke po vetën se ku je, mund me arrit shumë, o shumë e rëndësi se dikush të mbështetë dhe të tregon që mund me arrit çdo sen, edhe për atë jam falenderuese shumë. Sa ka qenë mbështetje edhe nga farefisi nga Kosova, se këto spektakli janë shikuar shumë edhe në Kosovë. Po, gjithmonë kam pas komente të bukura. Origjina jote, me që jemi në origjinën show, je nga Drenica, apo ja? Jem nga Drenica, po në shati vogël në Kosovën në Kufcit. Do më thonë atje jam lindur, po e rritur tani këtu në diaspora. Shumë bukur. Shkoni shpesh në Kosovë tani? Po. Është bërë rutinë në jetën si çdo kombëtare që jeton në diasporë? Po si femërina jemi mësu gjithmonë udhëtimin në Kosovë dhe më me thonë se kur na thoshin kena me shku në Kosovë, na doke se ku me ditë ku im të shku, do thotë gjithë familja, na ka mbetur, se atje e kemi gjakun e nuk harrohet. Të kujtohet kënga e parë që e prezentuar në Pasioni im? E mban mend? Je prezentuar me një këngë shqipe dhe një këngë të huaj. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges and your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my muse and my religion. Even when I'm loose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all of you. Bravo, bravo. Do kalojmë tani tek një pjesë e një videoklipit tënd muzikor, edhe më pastaj shikuesit do kenë mundësi të ndjekin edhe një hapësirë publicitare. Ti shikojmë. Në një botë mbyll në zemër, më të dashtun s'ka tjetër e marr, po i lutem Zotit për ju, me ju ruaj gjatë me jetu. Në një botë knaqësi për jetën, unë ju du ma shumë se vetën. Faleminderit, o Zot, shumë e lumtur jam këtë botë. Përjetoni rahatin e vërtet me kondicionerët inverterët të serisë Gentle Cool, tani me zbritje të jashtëzakonshme. Mos e lini këtë mundësi t'ju ikë. Vizitoni dyqanet tona në Pejë dhe në Prishtinë. Porosisni tani online.
Mbajini shtëpinë tuaj të freskët gjatë verës edhe të ngrohtë në dimër. Bruno është zgjedhja ideale për ju. Adheu në zemër natyrisht është të çdo margjimtar kudo në përbot. Formati më i ri televizionit TVR, Adheu në zemër ka për qëllim që t'ju ofroj pikrisht fëmijëve të margjimtarëve tanë të moshës 6 dhe në 12 vjeç një hapësirë televizive për të shpalosur talentin e tyre në fushën e recitimit. Pra yjet e recitimit nga diaspora. Të gjithë ju të nderuar prindër që keni pikasur talent tek fëmijët tuaj në fushën e recitimit, ose vetë ju dëshironin që fëmijët tuaj të jenë personazhe në këtë format televiziv, atëherë mund të aplikoni në faqen tonë në Facebook Televizionit TVR. Dërgoni aty të dhënat tuaja si emri, mbiemri, një numër kontakti dhe gjithashtu edhe një video të kandidatit apo kandidates me një recitim të një vjershe. Vjershat apo poezitë duhet të jenë me përmbajtje për Adheun. Ju mirëpresim. Kantier Gjigan. Angazhim dhe përgjegjësi. Qindra shqiptar të punësuar në këtë kompani. Reka Kompani, me pronar vëllezërit e Reka, lider në fushën e ndërtimit në Belgjik. Natyrisht kur shkon me ndonjë koncert të ndonjë shoqate ka edhe këngëtar të tjerë. Ka rastisur që këngëtari para praktika kënduar këngët që ti kishe në mendje? Po se jo, po shqyqyr që kom shumë këngë që do më thonë moja pet me këqyr që nuk shka së këndu atër unë me këndu. Së problem, ne kemi katë shumë këngë, katë shumë për atas. Të kujtot ajo kënga dy lulijat e Bunari? Po. Kisha vëllezërit Mziu dhe motrat Mustafa në Zvicër, para shumë viteve, para 20 e kusur viteve, i përshëndesim edhe vëllezërit edhe motrat, i kishim në një mbrëmje. Por të parë dolën në sken faktikisht vëllezërit Mziu dhe kënduan këto dy lulijat e Bunari e shumë këngë të tjera, edhe kur shkova në backstage, motrat Mustafa më thonë, Rifat, po çfarë do bëjmë ne në sken? Gjitha këngët ne kënduan. Dy lulia, që to janë që gjithmonë hitë janë edhe tani janë, e tani atëherë gjithmonë këtu këndohen mas pari. Shumë mirë. Cilat këngë në këto këngët të live kërkon më tepër, këngë atmosferike ku vallëzohet me ta apo edhe këngët patriotike? Muj me thonë se edhe kështu këngë që janë ma modern, që mund me kërcyje, po edhe patriotike, po sidomos burrat kur të masi që të kryet atmosfere, po sofra atër lypet edhe. Do një instrumenti qiftilije, piano, diçka në ndërkohë ke përvecu, apo jo? Nuk je përfshirë nga për pjesa, nuk je ngarkuar. Jo. Po bashkëpunimi me këto këngëtarët të tjerë, ke patur kërkesa, këngëtarë të ri, apo dhe në zë, ke patur ndër vite? Kam pas bashkëpunime, po tash ju me diko që ka një emën shumë të ma, po me thonë se shumë artistat mirë, kanë qenë të frikshme, produktive. Po produktive edhe kemi bo diçka shumë të mirë. Se do të me këshirë me përshtat me dikon si zë melodike edhe janë pritë shumë mirë këto këngë. Si të duket ideja për shembull që të bënit bashkë përsëri ato artistat yje të dalë nga pasioni im në një event apo në një kolazh muzikor? Ishkon diçka shumë emocionuese, shumë mirë. Do duket ide interesante që të marrë një si përmarrje, që të bëjmë bashkë Dafinën, Ardianin. Nëse Ardiani nuk e meriton, sepse s'na ka përmend asnjëherë. Kështu, por gjithsesi ne do ta ftojmë edhe Ardianin edhe gjithë ato më të spikatur, sepse ka patur shumë, kanë qenë me qindra. Ka patur një rast për shembull që
jo një rast, po edhe shumë raste të tjera, thote, më mban ben, unë kam qenë kështu, ku i përshëndesim gjithë ata që kanë qenë pjesëmarrës, apo ja? Jo, është një ide shumë e mirë, se na mujna më rëkthy atet në këtë kohën. Absolutisht. Nostalgji. Edhe më të konsoliduam, edhe vokalisht, edhe me performime, me përvoje. Qashtu, është një ide shumë e mirë. Do ta bëjmë. Tani me që i kemi rrethonat të studion televizive këtu në Gjermani, apo jo? Kemi mundësi teknologjike, sheshe të ndryshme, xhirimit, salla të ndryshme, do ta bëjmë. Ashtu, kështu që unë vetëm të pres që të me kontakton. Shumë bukur. Do të ndjekim edhe një hapësirë muzikore nga Floriana dhe pastaj rikthehemi përsëri në pjesën tjetër të bisedës. Më pëlqen kur më shikon, përse ti nëz më vështron. Nuk e di pse nuk më vjen, pse s'më thuaj se çfarë ndjen. Ishte vetëm një shikim, por më mbeti si fiksim. Ndoshta nesër do të shoh, tashmë një Jemi përsëri në studio të dashur televizionist me Floriana Imerin. Floriana, tashmë je në statusin e një bashkëshorteje, të një nënet, një artiste, edhe të një motre medicinale. Pra të gjitha këto kërkojnë impenjim. Do më thonë ato artistat e vegjël kërkojnë mamin, pastaj bashkëshorti kërkon që të pritet mirë, kur të vijë lodhur nga puna, ti bëhet kafja ose çaj, ose kur të vjen vjerria. Po. Edhe sa faktikisht i gjen gjitha këto energjit për të qenë e mirë me të gjithë. Po, si thuti, krijova familjen atëherë. Tani kam 2 vajza dhe një djalë. Muj me thonë që bashkëshortin e kam shumë ka djathtë, mbështet gjithmonë. Ajo ka shumë rëndësi. Ajo ka shumë rëndësi për të zhvilluar ende, do të thonë për me shku në hapat muzikës vazhdimisht. Do të më pas një krah shumë të fortë. Natyrisht, po. Kështu që e gjej mbështetjen. Tash që janë fëmija, më i me thonë se dhe prindrit shumë mbështesin puna që do të ka erë fëmin milote, prindrit kur t'jam si këtu tash me një intervist apo me një mbrëmje muzikore. Nuk është shumë lehtë, po... Bashkëshorti është muzikante apo është thjesht ardashës? Jo, nuk është, jo. Okej, edhe mbështetës i Florianës, shumë mirë. Ka patur raste që bashkëshorti të nxit kur ndonjëherë ti ndjen veten skeptike, lodhur, thua jo nuk do marr pjesë, dhe ai thot po do marrim pjesë. Gjithmonë më ka shtyrë se e ka po talentin, se ai më ka njohur kështu. Okej, natyrisht, po. Dhe jo, gjithmonë më ka motivuar, më thonë. Bravo, do më thonë ka qenë shtys që mos të ndalesh. O shumë rëndësi që të mbështetin. Si qëndron në relacioni me kolegët tuaj që kanë qenë në spektaklin, gjithmonë po i kthehemi, shkojmë dhe spektaklit Pasioni im. Ban kontakte, lidhje, komunikime? Po, me të vërtet, Dafina Ergjepin, kam shumë shoqet mirë, edhe ajo ka pas shumë hitet, mas Pasionim ka pas disa hitet, dhe atëherë gjithë kemi nejtë në kontakt, e kemi motivu një tjetrën. Shumë bukur. Dhe tani kemi kontaktin dhe përshëndes shumë. Bravo. E përshëndesim edhe në Dafinën. Atëherë, që ta merr mendja këto rrethanat sot, ku nuk janë vetëm mediat klasike, si që janë televizioni, ekrani e madh, po janë rrjetet sociale, sa e ndihmojnë këtë një talent të ri për të shfaqur talentin e vet, sepse sot na janë bërë kështu vipat e TikTokut. Po më i me thonë që janë hapur dyrë shumë, se si thuti TikTok, ka mundësi që dikush absolut nuk ka shku në asnjë event apo asnjë talent show, po e ka qit një muzikë aty, është për, do më thosh, pëlqy shumë. Po. Edhe më i me thonë se bashkë që po thuti TikTok apo Instagram, që ajo i hapin dyrë tash talentave dhe dikush i njohur ose dikush që ka vesh për muzikë mund me qu shumë lartë. Për shembull, ka disa raste që janë fenomene të caktuara, 33-a, që vetëm lëvizin buzët dhe zëri është një këngëtare tjetër. Ka patur raste që të kanë marrë zërin tënd kështu hua, të kanë pyetur apo jo? Jo, nuk ka patur raste. Pra, gjithsesi, sot këto rrjete sociale kanë kriju mundësi të reja për talentet
që t'jenë të pranishëm. Po, muj me thonë se është rrjeti sociali është edhe mirë edhe keq. Se keq përdoret shumë, muj me thonë. Po, do të me konë shumë aktiv në këtë, për me pas gjithmonë në dyrë të hapur. Do me thonë, për me hitë gjithmonë në vazhdim me talent, do të me konë, unë e thamë 24 orë në Po si rrjetet të sociale. kontaktojnë ty, për shembull Florianën, kur dikush dëshiron që t'jesh në gëzimin e tyre familjar apo koncerte, profilet janë aktive në rrjetet sociale? Po, si Facebook, Instagram. Kush merret, të ndihmon edhe bashkëshorti pak a shumë për shembull në komunikimin, në përcaktimin e datave, apo merresh kryesisht vetë? Jo, edhe me bashkëshortin bashkë. Shumë bukur, sepse është një punë kolosale organizative. Po. Ka ndonjëherë që harron edhe datat, ngatrohen, të ka rastis ndonjëherë Shqyqër njëherë nuk më ka ndodhë, se kur të kam një datën e mi njëherë e shkruj. Po. Edhe të rrinë kontakt me këtë person vazhdimisht. Nuk pja përmendi emri, po më tregon një mik, thot kisha ngatruar data dhe nuk e kam ditë, ki kam marrë, thot 2 dasma për një herë, por thot fatmirësisht kanë qenë në të njëjtin qytet. Thot këndoja një pjesë atje, shkoja pastaj te dasma tjetër, rikthehej. Si ka dalë problem? Po, jo, nuk i ka dalë problem, ka qenë mirë kuptim. Po ndoshta ka lënë pak para, si ka marrë gjitha, po me rëndësi që ka punuar në 2 drejtime. Prandaj duhet të jemi kujdesshëm, sidomos për gëzimet familjare, nuk ka shaka aty. Jo, asnjëherë. Shqyqër njëherë nuk më ka ndodhë, dhe inshallah nuk më ndodhë asnjëherë. Ke instrumentalist të posaçëm, bashkëpunon vetëm me një, apo kemi disa? Se është pakës kjo puna me instrumentaliste specifike, dikush do të njohë energjin, dinamikën, vokalin, të të mbuloj në kuptimin e fjalës, të të stimuloj her pas here. Unë këtu në Gjermani punoj me shumë, do më thotë, ndryshme, ama ma shumë me Luli Oskone, su kona dhe te ju këtu në shohë përshëndes shumë. Hapat e parë atëherë kur jem kun shumë e rejmë duket 15-16 vjetë, u kun Florim Thaqi, edhe ajo është tash muzikant edhe përshëndes shumë. Kum filluar, do më thoi karosin, titune me këndim, po tani tu i kalu vazhdimisht hapat në muzikë, dhe më thot tani me Lulin shumë micin e kuës bëj muzikë. Po, nuk e ke vështirë, për shembull, kur të shkosh në një ambient është një instrumentalist i panjohur, që nuk keni patur puna përpara. Po gjithmonë është pak vështirë sa ai nuk e din për shembull si këndoj apo çfarë ritme kam dëshirë, po ja asnjëherë nuk kam pas problem se një muzikor i mirë ose muzikant i mirë e din qysh të përshtatet, të improvizoj. Shumë bukur. Na këndove një këngë, një hit të huaj, botror. Do të ndalojmë të një këngë folklorike shqiptare. Okej. Dhe na e sjellësh live. Sepse gjithmonë jam i fiksuar pas zërit tënd briljant, ku ke kënduar një këngë të tillë në pasionim. Nuk e mbaj mend këngën, por si do qoftë një këngë folklorike na e këndo, një strofë, një këngë. Mora fjale, mora vargune, mora qarkune, me i thur kang, me i thur kang bashkë legjën e darit, ti këndoj, ti këndoja dhe mja sharit, ti këndoj. Tash sa vjet se shepre kazin dhe reqakune, tash sa vjet se sheh drenicën, tash sa vjet dhe Mitrovicën, tash sa vjet. Bravo! Sigur të kishim shënu edhe një gol. Atëherë, Floriana, për në fund, çfarë ka diçka, ndonjë risi që je duke punuar në studio, ke ndonjë këngë apo videoklipa, çfarë janë planet aktuale? Po, tani planet aktuale janë që dua të bëj një këngë të re me videoklip. Okej. Do të jetë pak si surprizë, nuk du me tregu çfarë zhëndër, po mendoj që është me veçante, ma eksplozive, ma... Po, është më ritmike, Më ritmike. Ka qenë ide, dëshire jotja, apo ndonjë bashkëpunëtor muzikor që ta ka propozuar?
Po, kemi bisedu me një bashkë kompozitor dhe kemi gjetë, domethënë, orkestrim pak ma e shpejt, pak ma e vallëzuese. Domethënë, vijet melodike, komponimet i merr veçmas, tekstin veçmas, apo i merr komplet tek një studio? E marrë me në studio, kam edhe tekste që i shkruaj vetë. Sa bukur. Po, më shumë e kam domethënë kompozitorin që mi shkruan edhe tekstet, po edhe tani muzikën. Tani e keni edhe një mundësi të mirë, Floriana, që televizioni TVR këtu përfaqësia në Gjermani ka në dispozicion teknologjinë më bashkëkohore edhe për realizimin e videoklipeve. Këtu kemi parasysh që sheshe të gjirimit ka pafund, gjë që këtu videoklipe dalin për mrekulli. Sepse pothuajse janë konsumuar gjitha ato sheshe të gjirimit në Kosovë dhe në Shqipëri, kurse t'ju dërgojmë njerëzve dhe videoklipe të bukura. Kështu që në të ardhmen të kesh në konsiderate edhe këtë verzion që e ke edhe nga televizioni TVR. Faleminderit. Ishte kënaqësi që ju kisha në këtë edicion. Faleminderit. Të dëshiroj sinqerisht suksese të më tutjeshme, dhe do të jemi tash tuti në bashkëpunime më intenzive, qoftë duke qenë prezent si i ftuar në mbrëmje muzikore që ne do organizojmë në kuadër të sipërmarrjeve mediale televizive, por gjithashtu edhe tek ideja që e përmendëm. Faleminderit shumë për këtë ftesë. Edhe njëherë jam shumë mirënjohës dhe mendoj dhe shpresoj që tash kemi kontaktin të afërt dhe vazhdimisht në kontakt jemi. Faleminderit shumë. Ishim me Floriana Imerin. Dhe pas hapësirës së publicitare të dashur teleshikues, do kalojmë tek një kronikë tjetër e cila do të përmbyllë edhe këtë edicion. Deri në takimin e ardhshëm, mirupafshim. Përjetoni rahatin e vërtet me kondicionerët inverterët të serisë Gentle Cool, tani me zbritje të jashtëzakonshme. Mos e lini këtë mundësi t'ju ikë. Vizitoni dyqanet tona në Pejë dhe në Prishtinë. Porosisni tani online. Mbajini shtëpinë tuaj të freskët gjatë verës dhe të ngrohtë në dimër. Bruno është zgjedhja ideale për ju. Adheu në zemër natyrisht është të çdo margjimtar kudo në përbot. Formati më i ri televizionit TVR, Adheu në zemër ka për qëllim që t'ju ofroj pikërisht fëmijëve të margjimtarëve tanë të moshës 6 dhe në 12 vjeç një hapësirë televizive për të shpalosur talentin e tyre në fushën e recitimit. Pra yjet e recitimit nga diaspora. Të gjithë ju të nderuar prindër që keni pikasur talent tek fëmijët tuaj në fushën e recitimit, ose vetë ju dëshironin që fëmijët tuaj të jenë personazhe në këtë format televiziv, atëherë mund të aplikoni në faqen tonë në Facebook Televizioni TVR. Dërgoni aty të dhënat tuaja si emri, mbiemri, një numër kontakti dhe gjithashtu edhe një video të kandidatit apo kandidates me një recitim të një vjershe. Vjershat apo poezitë duhet të jenë me përmbajtje për Adheun. Ju mirëpresim. Kantier gjigant. Angazhim dhe përgjegjësi. Qindra shqiptar të punësuar në këtë kompani. Reka Kompani, me pronar vëllezërit Reka, lider në fushën e ndërtimit në Belgjik.
Jemi këtu në Stuttgart para kinemas ku janë të mbledhur bashkëdhetarët të cilët janë përgjigjur ftesës së konsulantës së Republikës së Kosovës me rastin e festës së çlirimit të Kosovës. Në këtë organizim në epicentër është një dokumentar. Në vazhdim ju ftoj të ndiqni kronikën e përgatitur nga televizioni TVR. Në organizimin e konsulantës së Republikës së Kosovës në Stuttgart, në ambientet e Kino Atelier am Bollwerk, u shënua dita e çlirimit të Kosovës. Në këtë ngjarje morën pjesë një numër i madh i bashkëdhetarëve nga Mërgata jonë. Të nderuar përfaqësues të institucioneve, të dashur bashkëdhetarë, të nderuar pjesëmarrës të ftuar. Në emër të Konsullatës Republikës Kosovës në Stuttgart, respektivisht drejtuesit e saj, zotëri Hamdi Barbadovci, ju falenderojmë përzemërsisht që na keni nderuar me praninë tuaj në këtë ditë të veçantë. Së bashku shënojmë 26 vitorin e çlirimit, një nga ditët më të rëndësishme dhe më të ndritura të historisë së re të Kosovës. Kjo ditë është jo vetëm një ditë që na rikujton sakrificën, guximin dhe qëndresën e popullit tonë. Me këtë rast, Konsullata e Republikës Kosovës në Stuttgart ka përgatitur një program që do të na shoqërojë gjatë gjithë këtij aktiviteti. Në hapje të kësaj ceremonie, ju ftoj të nderojmë himnin shtetëror të Republikës Kosovës. Në hapje të aktivitetit të pranishmave ju drejtuam një fjalë rasti, udhëheqësi i konsulantës së Republikës së Kosovës në Stuttgart, zoti Hamdi Barbadovci, i cili theksoi rëndësinë historike të kësaj dite për popullin e Kosovës dhe për Mërgatën shqiptare. Të nderuar mësues e prindër, veprimtar e profesionist, të dashur student, të nderuar mysafirë të veçantë të këtij eventi, zotri Besnik Deliu dhe zonja Leman Kambeli Muriqi, ju falenderojmë për prezencën tuaj dhe mirë se erdhët në Stuttgart, në kryeqendrën e shqiptarëve në Gjermani dhe jo vetëm. Është nder i veçantë të jem së bashku me ju për të shënuar së bashku ditën e çlirimit. Ditën që kujtojmë një nga monumentet më madhështore të historisë tonë moderne. 26 vite më parë, me 12 qershor 1999, ndodhi ndarja përfundimtare mes errësirës dhe dritës, mes shtypjes dhe lirisë, mes dhunës dhe dignitetit njerëzor. Ishte dita kur NATO hyri në Kosovë, jo vetëm si një forcë ushtarake, por si një simbol i shpresës, humanizmit dhe të drejtës ndërkombëtare. Kur ushtarët e NATO-s shkelen në tokën tonë, ata nuk ishin thjesht ushtarë, ata ishin shpëtimtarë. Me ta erdhi premtimi i lirisë dhe se bota nuk e kishte harruar popullin e Kosovës. Ata sollen vendosmërinë për t'i dhënë fund mizorive të kryera kundër popullit të Kosovës. 26 vite më parë, çështja e Kosovës bashkoi shtete e kombe. Me mbështetjen e aleatëve tanë Euro-Atlantik dhe me ndërhyrjen vendimtare të NATO-s kundër terrorit, krimeve të luftës dhe gjenocitit serb, u hap rruga e lirisë dhe u krijua shteti i Kosovës. Në këtë përvjetor, ne kujtojmë jo vetëm fundin e një epoke të dhimbshme, por edhe fillimin e një epoke të re për Kosovën,
një epokë ku shpresa filloi të marrë frymë, ku liria nuk ishte më ëndër, por një realitet. Ky realitet u ndërtua mbi gjakun e dëshmorëve, mbi rezistencën e pathyeshme të popullit tonë dhe mbi solidaritetin e fuqishëm ndërkombëtar. Me lejoni që në këtë ditë të shpreh nderim me përullësi ndaj të gjithë heronjve, dëshmorëve, martirëve, invalidëve e veteranëve dhe të gjitha grave dhe burrave që kontribuan për çlirimin e Kosovës dhe lirinë e popullit të Kosovës. Përtej ndjenjes së krenarisë për çlirimin dhe lirinë e fituar me shumë sakrifica, të pranishmit përjetuan emocione të thella gjatë transmetimit të filmit dokumentar Kthimi në Kosovë. Dhe vajzët e mia faktikisht kanë qenë se dokumentari na gjithë. Pas shfaqjes së filmit të pranishmit patën rastin të marrin pjesë në një panel diskutimi me protagonistin kryesor të dokumentarit Besnik Deliun, si dhe me Leman Kamberi Muriqin, producente ekzekutive e filmit. Pritja ishte jashtëzakonisht e mirë, edhe që tash, po muj me thonë që për një muj faktikisht e kem pas organizime të shumta, dhe me thonë. Kemi shfaqur dokumentarin edhe në Gjenevë, edhe në Hamburg, edhe në Tiranë. Gjithë stafi që është jashtë vendi kanë komunikiva vazhdimisht dhe kanë qenë shumë të përkushtuar që dokumentarit të shfaqet në mënyrën më të mirë. Duhet falenderoj gjithsesi Departamentin e Diplomacisë Publike, si dhe ka vendosur që si vjet për vitit kaluar po mduket që të kenë aktivitete gjithashtu për këtë ditë veçantë, se dita e çlirimit mendoj që duhet të jetë një ditë e shënuar në kalendarin tonë, edhe në kuadër të këtyre aktiviteteve na kanë propozuar që ta shfaqim në diasporë. Faleminderit për shqiptarët që gjenden në Stuttgart, faleminderit për konsulatës së Kosovës që gjenden në Stuttgart për organizimin madhështor, cilën na vatën neve për dokumentarin që e shfaqëm këtë në Stuttgart. Kam qenë shumë me emocione faktikisht, se gjitha ato që kanë ndodhur gjatë luftës janë shfaq dhe janë shfaq në një mënyrë shumë të intensive, me thonë. Po vjen shumë mirë që ka filluar, dhe me thonë kujtimi e luftës që ka qenë, edhe besoj se tash është tamam kohë hapur me fillim mirë këtu gjithë ato, se ka kaluar një farë ku edhe ndoshta ata që të prekun shumë nga lufta, mund me përfitu dhe kanë gjetë forcën me folë për çka ka ndodhur. Kështu që besoj ka qenë diçka shumë një event shumë i rëndësishëm. Unë jetoj që 30 vjet, mbi 30 vjet në Gjermani, në diasporë, por ky event sot, ky dokumentar që na prezantuan sot, është shumë i qelluar, shumë i mirë, na kthej në kohën e kaluar, gjatë që neve na duhet të kthehemi në të kaluar ta rikujtojmë, se nëse se rikujtojmë të kaluarën do ta humbim edhe të sotit, është një fjalë që flitet. Ishte një event shumë i mirë, po na kthej në emocione në të kaluarën. Ishte shumë event i qelluar. Kjo ditë na dëshmon se lufta nuk përfundon me lirinë e një vendit, sa ajo vazhdon më tutje, vazhdon kundër harresës, vazhdon që të mos përsëritet dhe vazhdon që ne ta dimë se nuk duam të përsërisim të kaluarën tonë të hidhur, vazhdon që të krijojmë mundësinë që fëmijët tanë të mos lindin me urrëtie, po të lindin me dashuri, se me dashuri e fitojmë të ardhmen. Kena jemi nga organizata rinore shqiptare në Gjermani, Albania Youth Organization. Sot kemi qenë këtu në eventin në shfaqjen e dokumentarit Rikthimi në Kosovë, i cili dokumenton ngjarjen e familjes Deliu, specifikisht Besnik Deliun. Dhe ky event ishte për ne shumë i rëndësishëm që të ballafaqohemi me të kaluarën e popullit tonë, por edhe ta aktualizojmë kulturën e kujtesës, edhe të punojmë që ta përmirësojmë kulturën e kujtesës në shoqërinë tonë shqiptare, sidomos në Mërgat, sidomos në Gjermani, në një vend ku kultura e kujtesës është një temë shumë e rëndësishme për emancipimin shoqëror edhe ballafaqimin e të kaluarës. Ishte një event me të vërtet shumë emocionues. Falenderoj edhe njëherë nga zemra për ftesën. Urime gjithë shqiptarëve këtë që janë dita e çlirimit. Lash Zoti të jem çdo herë e më mirë bashkëpunuar. Faleminderit shumë.